Mi mbrëma të ndëruar shikuese ju adhurues të basketbollit, jemi me pamje direkte nga palestra Minatori në Mitrovic, ku do të kemi spektaklin e madh të basketbollit kosovar në kuadrat e gjirës së 18, ku dy skuadrat më në formë të momentit, Trepça dhe Golden Eagle Ylli, do të kenë një përballje. Sean Jones dhe Liz Shoshi do t'jenë që do të kërcejnë për topin e parë, i cili shkon në duart e kapitenit të skuadrës së Golden Eagle Yllit. E para në ndeshje pam Pako Olmos, ai i cili udhëheqi skuadrën e Golden Eagle Yllit pikërisht ndaj Trepçës. Mikajlet Mushic do gjuan për 3 pikë, realizon. Bamford e gjen Gzimorinën, heziton gjuan, megjithatë bukur asiston për Liz Shoshin, i cili i qëllon Dave Scott. Kastrati dalet në gjysmë distancë, Erion Kastrati realizon. Hasbrook plotësisht i lirë, gjuan për 3 pikë, realizon. Edhe njerë Bamford. Eksaj radhe mbrojtje mire, Hasbrook që niset në kundër sulm. Vim pikët e lehta për Mitrovicasit pas mbrojtjes së mirë. Shohim edhe njerë momentin e topit të vjedhur nga Trepça. Ardan Kapiti Rua 1-1 me Hufman, nuk realizon e merë dhe njerë topin për ta përmirësuar vetën. Mikajlet Mushic gjetur debërtimin, realizon. Shkon ai top tek Hufman, i cili arrin të realizon edhe një herë. Me ngulitje bie nga mbrojtja Mustafa Hamzil, i cili ishte pranë Qereku të parë. Shkon ai top tek Scott Bamford, i cili realizon. Shkon dobi në anën tjetër tek Antoine Scott, i cili realizon për 3 pikë. Dardan Kapiti, bukur Dardan Kapiti, lëvizja mashtruese fillimisht. Shini lëvizjen e Winning, gatrohet me gjithatë me top, por arritën bambrënsin, topi tek Sean Jones, i cili realizon nga gjysmë distanca. Hasbrook i ka 2-3, gjuan edhe një herë, e në këtë hapësirë nuk fal. Bukur ai topi Bamford për Liz Shoshin, e kthen tek Erion Kastrati, i cili realizon për 3 pikë. Kastrati realizoi paraprakisht, edhe një herë është i sakt Erion Kastrati. Pasimi shkon tek Winning, i cili përgjigjet me 3. Pjesës e parë shëni topin e vjedhur të Akeli Winning, kësaj radhe shkon ngulitja e tij. Mbrojtje perfekte, shëni topin e vjedhur nga Antoine Scott dhe ngulitjen e tij. Winning e shën në anën tjetër Mustafa Hamzil, nuk qëlloj, por është batën Tuna me kërcim në sulm. Winning, Tuna e kthen topin tek i pagabueshme sonte për 3 pikë. Skuadrës mysafire, Bashic tentoi, nuk arriti të realizon, kthehet ai top në duart e Brandon Hufman, i cili qëllon edhe një herë, nuk po fal në këto kërcime kur po merr topin në kosh. Jones, Mushic për të përgjigjur me 3, Mikajlet Mushic. Bamford shkon deri në fund për të qëlluar. Bukur shkon ai top tek Dardan Kapiti. Një tjetër ngulitje fenomenale kësaj radhe vjen nga Kapiti. Vjen tentimi për 3, nuk është i saktë, topi në duart e Akeli Winning. Jones gjuan e realizon në kosh. Vitet e shkurtër gjuajtja e tij, topi ishte në duart e Mushicit, teksa Akeli Winning bllokohet nga Brandon Hufman. E shohim edhe një herë blokadën e Hufman. Winning dalet për 3 pikë, realizon. Kenny Hasbrook do gjuan edhe një herë për 3, hera e parë që huq, por nuk ka problem, është aty për ta përmirësuar. Mbetet 69 me 43, Hamzil në anën tjetër realizon për 3 pikë.
Antoine Scott tek Hoffman, i cili kësaj radhe arrin të realizon aksion mjaft i bukur për skuadrën e Golden Eagle Yllit. Qeko i pejnë bukur e këtëndovin tek Mikajlet Mushic, i cili realizon për 3 pik. Sean Jones pranti, Erion Kastrati realizon saksi perfekte për 3-5-5, me gjitha të në pjesën e dytë nuk arritit dhe vazhdon atë performancë, 2 herë gjuajti për 3, 2 herë gaboj. E në anën tjetër, qëllon për 3 pik, Antoine Scott. Edhe nga winning për të përgjishur nuk arritit të realizon, por është Mustafa Amzil me kërcimin në sol. E këthen tubin Mikajlet Mushici tek Mustafa Amzil. Bukur shkon ai top tek Arjan Qallaku, i cili realizon. Kenny Hasbrook nuk ka problem. Mjaftueshme i ka këto sekunda ta vazhduar sulmin, teksa aksioni bukur i Therandasve, asistimi prapa shpine i Scott Bamford e gjeti plotësisht të lirë Lis Shushin. Sean Jones huqi, por edhe njerë e mori kërcimin në sul, teksa Kenny Hasbrook nuk ka të ndalur sonte. Në anën tjetër realizon në kundër sulm. Arjan Qallaku bukur shkon. Kapten kapiti Amzil, Mikajlet Mushic, ndaljet për 3. Aksion perfekt i Trepqës. Bamford bukur tek Brandon Hoffman, i cili realizon. Winning bukur tek Batën Tuna që gjuan për 3 pik. Realizon duke ju afruar fundit rikthehet të bën diçka më tepër, megjithatë performancat cilën e ka treguar skuadra e Trepqës në pjesën e parë ishte e mjaftueshme për të e regjistruar edhe fituarën e radhës në kuadër të Pro Credit Superligës.